investimi arrin vlerën prej 1.5 milion euro, ndërka që kapacitetet e trajtimit do të rritën ndjeshëm. Nga mbi 4.000 ndërhyrje në vit, si ka qenë deri më tani, synimet janë që të arrihet kapaciteti deri në 8.000 ndërhyrje në vit. Natyrisht ne urojmë që të mos kemi nevojë, por nëse kemi nevojë, do të kemi kapacitete. Dhe përveç kësaj, do të zvoglohen edhe listat e pritjes. Investimi përfshin edhe përmirësime të rëndësishme infrastrukturore. Para disa muajsh kur ka filluar renovimi i kësaj pjesës Qepat, tani me ka mbaruar. Kemi filluar me renovimin e njësisë gjysmë intenzive e cila po ashtu do të mbaroj gjatë këtij viti, për të vazhduar pastaj edhe me katin e dytë kur gjendëm pacientët kronik të kardiologjisë dhe në këtë mënyrë po jepim vëmendjen e duhur një nga klinikave më të rëndësishme në sistemin tonë shëndetësor, klinikës së kardiologjisë, pasi që pjesa më e madhe e smundshmërisë dhe e vdekshmërisë e pacientëve në Kosovë ashtu si edhe në botë është nga smundjet kardiovaskulare. Pas këtij renovimi do të ketë kushte optimale për pacientët, duke shtuar numrin e atyre që diagnostikohen dhe trajtohen në këtë klinik, duke përmirësuar kushtet e trajtimit në këtë klinik, e mbi të gjitha duke përmirësuar edhe kushtet e mjekëve. And I do believe that the inauguration of this cath lab will mark an important step forward in providing quality health services here in Kosovo. The problem was known. Cardiovascular diseases count for 35% of death in the world, and in Kosovo it's very similar. And we know that in the past there were long waiting lists here to get appropriated care, health care. So Luxembourg reacted pretty fast. We were here together with the Prime Minister in August, and when we started the renovation of the hospital here, and I would like to congratulate Luxembourg Development Agency, LuxDev, for this performance. The renovation has been finalized in November, and since November there have been already 1,000 patients treated. So today this investment is really the result that we are saving lives here. Janë duke u ndërmarr masat për këtë dhe kemi persona përgjegjës e procese për këtë çështje edhe nga komuna e Prishtinës, por në të njëjtën kohë besoj që janë drejtorët e klinikave, drejtori i QKUK-s që mund të japin përgjigje për këto gjëra. Besoni, edhe një herë po e theksoj, unë jam vetëm kryeministri i Republikës Kosovës. Nuk jam edhe drejtori i QKUK-s dhe drejtori i secilës klinikë saj.